Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë i gjithë ummeti im hyn në xhennet, përveç atij që refuzon. Pra kjo është baza dhe kjo është esenca. Secili prej këtij ummeti do të hyjë në xhennet. Pasi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur si mëshirë për njerëzimin dhe ka ardhur si hapje e derës së xhenetit. Edhe i gjithë ummeti i tij janë banorë të xhenetit, përveç atij që refuzon. Më thënë vetëm ai që nuk do të hyje në xhennet. Dhe kush është ai që nuk do të hyjë në xhennet? Do të thënë ai që e kundërshton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që nuk e ndjek udhën e tij. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur si thirrës dhe udhëheqës për në xhennet. Edhe kush i shkon mbrapa atij, i përgjigjet thirrjes së tij dhe shkon pas rrugës së tij, e gjen xhennetin. Kurse ai që largohet prej grupit të tij edhe ndryshon rrugën, do të thonë e humb rrugën e xhennetit. Ky është kuptimi i këtij hadithi. Si ka thënë Allahu i lartësuar, "Wa man yuti'i Allaha war rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu 'alayhim." Do të thonë kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam, ai do të jetë me ata të cilët Allahu i ka begatuar me të mira, minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin, që janë pejgamberët, siddiqët, shahidat dhe njerëz të devotshëm. Wa hasuna ulaika rafiqa, dhe ata janë shoqëria më e mirë. Dhalika al-fadlu min Allahi wa kafa billahi alima. Kjo është dhuntia e Allahut dhe mjafton që Allahu është i gjithdijshëm për çdo gjë.